Përshëndetje të dashur shqiptar, kudo që ndodheni në botë, sidomos në Tiranin. Dashur shqiptar, unë po dalë sot special për arsye që dy partit kanë thënë që do bëjnë demonstrat sot. Them dy partit sepse të dyja janë ato. Dashur bashkëdhetar, erdhi fundi këtyre, erdhi dita e juaj. Erdhi dita juaj e gëzimit që keni 82 vjetë që prisni. 30, 26 vjetë me vrasje, me intrenime, me burgime, dhe 35 vjetë me vjedhje, me shkatrimin e familjes, me fëmijët të përzëm për të detit, burgjet e Greqis plot për plot, të Italis plot me shqiptar, janë në burg vetëm e vetëm pse janë shqiptar, dashur shqiptar. Unë u kam thënë dhe prap sot flas si kryeministri i qeverisë teknike. Qëllimi i këtyre dashur shqiptar sonte, që thanë më datën 22 do bëjmë demonstrat. Të dyja partit ne i kemi leminuar. Të dyja partit janë anti-shqiptare. Nuk e themi kot që të dyja partit janë të dyja motra. Të dyja partit në shërbim të serbit. Dikush nga ju mund të më thot pse në shërbim të serbit. Kushtetuta dashur bashkëdhetar është bërë më 90-ën. Dhe këta e kanë realizuar jo 100%, po 1000% kundra shqiptarëve. 7501. Pronarve u thonë ish pronarët. Të rinjt janë pa punë. Të gjithë intelektualet asnjë nuk është në punë. Të gjithë kanë thritur njerëz minjoran. I kanë marrë nga rrugët e Greqisë, i kanë bërë zëvendës kryeministër. Të dashur shqiptar, e di që më thoni gjithmonë që Pilinçi na the shtatori, tetori, nëntori, dhjetori, ku janë arrestimet? Po të dashur shqiptar. Po kanë vjedhur aq shumë sa ju nuk besoni. Ka dalë 1% në publik që thonë zëvendës kryeministrja, ka 300 apartamente, ka dyqane ushqimore, sa të duash. Jo, dashur shqiptar, janë me mira. Do t'i nxjerrëm sonte me 6, e të tjera do t'i themi. Por unë jam sot. Të dyja partit dashur shqiptar, këta bën 97-ën për të humbur gjyrmat. Këta duan të bëjnë djegje. Unë po i them drejtorit policisë që është drejt për në burg. Telefonisht marrë. Dosjet i është shumë e rëndë që ka qenë drejtori në Elbasan edhe Gjirokastër. Këta kanë qëllim dashur shqiptar që të djegën Tiranën. Këta kanë qëllim që të djegën Shqipërinë, po ne u kemi thënë, ne jemi në kontroll. Po këta duan që mos vjen shumë njerëz që të bëjnë rrëmuj. Janë të dyja partit bashkë. Ju e pat dashur bashkëdhetar, kuvendi që mblodh pardije 5-5. Të 5, do me thënë, si nga PD-ja dhe nga PS-ja janë për të arrestuar dashur shqiptar. Kanë vjedhur me miliona dollar. I kanë mbushur bunkerët plot, do t'jenë tuajat. Kini kujdes dashur shqiptar. Drejtori i policisë, nëse digjet një diçka sot, ose nëse goditet një polic, është e përgatitur për të humbur gjyrma tuaja. Gjyrma tuaja nuk u mbasin. Pavarësisht se vajti drejtori i Spakut, kryetari i Spakut, i riu, vajti para 10 vetave, para Peleshit. Peleshi ishtë për të arrestuar ashtu si ishtë gati dhe presidenti që i kanë marrë telefon, kompjura, qasi muar. Të dashur shqiptar, rini të qetë. Unë e di që ju duhet ishë ngritur me kohë për ujë, për bukën tuaj, për shtëpit që nuk u japin letrat originale, nuk u japin certifikatat e shtëpisë, po erdhi koha që do t'i mini brenda ditës me ne.
Të dashur shqiptar, janë festat të ditë. E bëjnë qëllimisht për të shkatruar ju. E bëjnë qëllimisht, inshallah, mos bëhet që të thyejnë xhamet e Tiranës e të fillojnë qytet me qytet, që ta bëjnë si 97-ta, që ta bëjnë si 98-ta, që ta bëjnë si 20 janari që i vranë 4-5 veta, edhe të 2 palët i bën ato, qëllimisht, për të ngalësuar e për të vjedhur sa më shumë. Për këtë qëllim dola sot, dashur shqiptar, se ne jemi në gjendje që shkojmë çdo gjë. Të 2 palët, si Edi Rama dhe Berisha, kanë arritur që mendojnë se do bëjnë rëmuj, ta shtynë e ca kohë të mos vënë në burg. Po ata nuk e mendojnë që po të bëhet rëmuj, për herë të parë populli shqiptar do të heqë zvarr. Populli shqiptar kërkon gjyq publik për këta. A e shihni si e marrën me avash punën e zëvendës kryeministres? Ajo do arrestohet se s'bën këto ditë, dashur shqiptar. Gjykata ka forma të ndryshme. Gjykata ka të drejtë të arrestojë për flagrancën që i gjeti. Një gjë e vogël është bërë, dashur shqiptar, 1%, pe 100%, 1%, që të regojnë që thonë ka 300 apartamente, dyqane ushqimore, familje e saj, llogaritë sa kanë gruaja e Edi Ramës, që janë për telefone, sa kanë deputetët, ata janë bashkë. A ishin ata deputet pardije që ishin në parlament, qofse mund të kesh një foto, në parlament që ishin të gjithë, edhe prokurori i përgjithshëm? Pra, të dashur shqiptar, a e shihni, të 4 janë 4-4, do me thënë, me gjithë kryetar Peleshin. A ish Peleshi, dashur shqiptar, që e vodhi Devoll, e vodhi Kolonjën, nuk la gjë pa vjedhur. A e mbani mend kur atë tërmeti, dashur shqiptar? A i Peleshi, parat i dha gjithë bota në ndihmë për Shqipërinë, ata i futën në xhepin e tyre. U bë ministri i luftës, ministri i bujqësisë, me të majtë, të PD-s, a është ai që i thoshte Berishës, baba i Zanit, ke kulla, ata i kthejnë përgjigje, edhe ti ke kulla. Do më thënë hahen se kush ka më tepër kulla e para. Pra, të dashur shqiptar, spaku ka mënyra të ndryshme, që t'i arrestojnë në flagrancë për pasuritë që kanë. Shoku kanë arritur, dashur shqiptar, si PD-ja, edhe PS-ja që janë të 2 motra, që janë partia komuniste, edhe spiune, dhe agentët e Serbit, të Francës dhe të Grekut. Kjo është thira që i bën duan rëmuj, sepse Berisha është gati për të shkuar në burg, familjarisht. Edi Rama është gati për të shkuar, jo vetëm edhe gruan e tij, por është gati dhe fëmijët e tij. Aq kanë vjedhur. Nuk kanë vjedhur, të dashur shqiptar, 1 milion e 2 milion, biliona. Kanë vjedhur biliona dollar. I mëngojnë parat amerikane, mëngojnë 15 bilion dollar që janë të fshehura në tokën e Shqipërisë. Kesh. U kam thënë, të dashur shqiptar, mos paguani bankat që keni marrë, që u kanë hedhur, u kanë vënë interes shumë të madhe. Qëllimisht, mos i paguani, që nuk janë bankat e shqiptarve. Janë bankat e korrupsionit, bankat e hajdutëve, bankat e ministrave dhe kryeministrave të 27 shtete që janë në Bashkimin e Evropës. A i shihni që po bëhen, dashur shqiptar? Po flasin me biliona dollar. Ju s'kini të rinë s'kan shtëpi. Një dhomë, të kenë një dhomë e në kuzhinë, kurse këta kanë nga 300-400 familje. Një person. Parat kanë zënë mykë. Kjo ishte puna që arrestimi këtyre u bë shumë avash.
që nuk kanë vjedhur pak të dashur shqiptarë. I kanë rënjët me sërbët, me englezët, me francezët. Aq rënjë të forta kanë patur, sepse ata i mbronin, po si mbrojnë do të me. Kanë kërkuar të gjithë strejnë politik, s'kanë kuven me. Shikoj edhe parlamenti, i zori me njëherë, edhe nuk tha që t'je hikte imunitetin, nuk i tha as kur do vinë. S'paku e di fare mi planet që po bënë. Arrestojni sa më parë zëvendës kryeministrin para se të largohet më kemp. Para se të vej në Greqi, po jo shtetit se mbanat, po të strohet diku. Para se të vej në Serbi, në përmale. Arrestojni sa më shpejt. Unë e di që është në kontrol çdo gjë. Ku është kryeministri, familje tia, deputetet janë në kontrol të gjithë. S'kanë kuven. A i shini se janë bashkë dashur shqiptarë. E duan të bëjnë demonstrat, sonte, për të djegur Tiranën. A i pat vetë, si tha Berisha, e mund të bëhet demi madhë. Asnjë nuk vete, po i paguajnë nga milionat e milionat që ua kanë vjedhur juve. Nga milionat që ua kanë marë fëmijëve tuaj kur vinë, që vinë nga Evropa, që vinë të shëgojnë, e tu japën $1.000, u ja marrë që në aeroport, i kapin. Vinë për të rregulluar shtëpinë e babait. U ja merë kryetari i bashkisë të fshatit, kryetari i komunës, sekserët. U kam thënë që përpara dashur shqiptar, këta paguajnë për 800.000 pensionistë, ja 420.000. Të tjerët janë sekserë që kam dekur me kohë, po do me thënë, u e apën fëmijëve të tyre që të votojnë. Llogaritë dashur shqiptar, sa paguan? Vetëm ministria e Ballukut ka 300 veta. 150 duken. 150 nuk dihet ku janë. Marrën vetëm e vetëm që t'i kenë gjoja për zgjedhjet për vota. Të dashur shqiptar, ne u posjellëm dritën. Ne u posjellëm dritën që ishte zënë tuneli, ishte në rrësirë. Viti i ri do t'jetë viti për juve. Viti i ri do t'jetë demi mi matë për ata që kanë vjedhur. Nuk kanë kuven të dashur shqiptar. E në hendë këtu dhe Skënderbeu do japi llogari. Edhe ambasadorët që kanë vjedhur, këtu do japi llogari. Daç të Amerikës, daç të Evropës, daç çdo ambasador që ka vjedhur në tokën e Shqipërisë, që dilni, që bashkë si guvernor, dilni edhe gazetarët të gjithë pas. Këtu ka rritur gjendja dashur shqiptar. Ka rritur atje ku s'mban me. Ka rritur që t'u leminojnë ju dashur shqiptar. Ka rritur që t'u djegën dyqanit. Po dojë Tirana, do digjet me çdo vend, me çdo qytet. A i shini si po vriten çdo ditë në Shkodër, familjet më të mira. Unë i bëj një thirrje të rinjve që vrasin, ndaloni. Mja mort urdhër nga këta që këta do vdesën në përburgjet. Ju i djemë të rinj, kombi shqiptar, ka nevojë për ju. Largohuni, këta që u thonë, vraje filan, vrajeni me mirat personin që u thotë. Jeni djemë të rinj, jeni djemë të rinj të pamartuar, të shikoni një ditë të bardhë. Janë mbushur burgjet e Evropës me racën shqiptare, me djemë të më të mirë, me vajzat më të mira. Janë mbushur plot për plot burgjet, sidomos në Shqipëri. Janë mbushur burgjet se s'ka paguar dritat. Janë mbushur burgjet se ka hapur në tokë e tij një pus të pi ujë. Janë mbushur burgjet për një drogë të vogël, që nuk do ketë kurrë në tokën e Shqipërisë drogë. Të dashur shqiptar, mos shkoni sonte, rrini të qetë në përshpirat. Rrini të qetë. Se këto partit, a i shgoni Berisha me 2 flamurë dorë,
A i bën demonstrat për veten e tij për të shpëtuar, por nuk shpëton dot për krimet që i kanë bërë këtij kombi. Për gjakderdhjet që i kanë bërë kombi, për 97 që i bën kombi, për piramidat që i bën shqiptarëve, për naftën që ia dha serbëve, për 751-shin që i ndau motrën me vëllan, që i vravi, që u bë kushtetuta e mallkuar, që pardije ata të kushtetutës të 5 veta do japi llogari para shqiptarëve. Dosje tyre ka filluar. Unë thash që do të nxjerr dosjen, po dosjen e nxjerr spaku tani, para nesh. E nxjerr dosjen, sa para kanë, ku kanë shëtitur, kanë fjalën për gjykatën e Kushtetutës që ka lënë më datën 22 janar. Pa pikë turpi, i quajtur kuvend, kuvendi i Pelishit, kuvendi i hajdutëve, kuvendi atyre i Taulant Ballës, që e ka gati për të arrestuar. Të gjitha ata që pa të 10 të dashur shqiptar janë non grata, të 10 janë certifikatet e tyre janë prerë për arrestime. Flet të arrestimi, si i quani ju. Të gjithë ministrat, ish presidentat, ish kryeministrat, të gjithë do arrestohen. Të gjithë do konfiskohen dhe do t'u jepet atyre fondi që keni 35 vjet që stomaku juaj nuk është gopur me bukë. Erdhi koha juaj të dashur shqiptar. Qëllimisht duat bëjnë, e pat lapaj me 5 veta. Janë satelit të tyre, sheu, beri dhe i demonstrat. Do t'i them edhe për sheu, cili është ai sheu që vajti në ambasadë. Në ambasadë duhet di diçkat, po abiti qartë të dashur shqiptar. Flas për ambasadën time të Amerikës. Këta bëjnë kërkesë për të erdhur vajtur në ambasadë, për të dukur që populli shqiptar të thotë, ua, ky vajti në ambasadë, ky tash do jetë në qeveri. Është në të kundërën. Ata janë gati për të arrestuar. Do themi edhe për shehur çfarë tregti ka këtu në Shqipëri. Sa para i ka dhënë Lulit kur bë deputet. Ai djali i ri që flet lart e poshtë. Ai lapaj që tha dije pardije do më bënte zvend kryeminist, të tëra janë mashtrime. Të tëra janë që të udisin, sepse ka patur 2 të quajtur parti, një PD plus PS Baras, Partia Komuniste Spiune, dhe satelitet e tyre të dashur shqiptar. Dhe satelitet e tyre të quajtur parti, Partia e Legalitetit, që s'janë fare legalista, Partia e Ballit, që s'janë fare ballista, Partia Agrares, kanë gjetur lloj numër, një person. I mblodhi Berisha para ca kohe, ka mbledhur gjithë partit demokrate, që janë parti bolshevike. Pra dashur shqiptar, për këtë do më shihni prap në orën 6, si zakonisht, do flas shumë gjëra me 6, do të sqaroj si vjen në ambasadë, pse vjen atë dashur shqiptar. Ishte e bërë ambasada amerikane, s'ka lënë ministër, president i Shqipërisë, kryeministra vini spiononin njëri tjetrin. Të gjitha mbajnë shënim. Të gjitha mbajnë shënim. E lapa i ka bërë kërkesë që të vej në ambasadë. Të gjithë. A e patë dhe atë tjetrin që Gjoja do bëhet avokati popullit. A e mbani mend që e priste me gësherë, e thoshte do t'je pres Partisë Socialiste, e ja pres socialistët e bën bolshevikët, po jo nuk do t'jetë, sepse janë të Soros e të Sorolopit. Ua pa them të dashur shqiptar që është hapur propaganda shumë, që Sorua është më i njohur në Amerikë, jo dashur shqiptar. Sorua njihet në lindje, ka mashtruar lindje, ka vjedhur lindje, ka vjedhur Shqipërinë. Të gjitha që ishin deputet,
ish presidenta, ish kryeministra, sorrua i ka quar në shkollë, gjoja hynin më derën, jo të vend të hynin më derën universitetit, po hynin më derën e dancave, si Luli me shok, që është dënuar në Amerikë. Pra, përsëri dashur shqiptar, dëshime më gjashtë, por demonstrate e sotshme për rrinje të qetë. Drejtori i policisë ki kujdes sot, çdo plan që është bërë nga Edi Rama, nga Sali Berisha, çdo gjë që është bërë do bash përgjegjësi, jo vetëm penale, po edhe personale. Në qoftë se dihet një gjë me vogël. Ajo është plani i këtyre, që të bëjnë një si Ministeri Janar që u vran 4 vetë. Mendojnë që ta shtyjnë ca kohë, si gjykata kushtetute që e shtyvi më datën 22. Po harrovi që të gjykatës kushtetute të 5 do arrestohen. E menduan se ata janë mbi të gjitha. Çfarë kushtetutë është ajo? Çfarë kushtetutë ka rënë poshtë? Duhet të ishte arrestuar Barjami, që të gjithë do të arrestohen, duhet të ishte arrestuar qatë ditë që humbi kushtetutën, se ishte kryetari i kushtetutës. Me Velin. Kjo është ajo kushtetuta, që u ka coptuar ju, u ka mashtruar ju, që ka ndaluar arrestimet. Sepse janë vetë për të arrestuar. Pra, dashur shqiptar, sonte rrini të qetë, mos dilni, ne do bëjmë një demonstrat paqësore me qiri përsëri, jam i bindur se dojen që në Skënderbeu dhe deri në kryeministria. Do vije tër Kosova, Maqedonia, shqiptarët, do të shihni si do bëhet mbas janarit. Po kjo është vetëm për të bërë rrëmuj. Unë po flas sot si kryeministër i qeverisë teknike. Ne jemi gati, dashur shqiptar. I kemi të gjithë gati. I kemi ambasadorët gati. I kemi ministrat gati. Që tu shërbejnë ju, dashur shqiptar. Zgjohuni. Hapni sytë se keni fëmijë jashtë. Hapni sytë se do të vinë fëmija mbas janarit. Të shikoni një ditë të bardhë, që u kanë ikur i keni rritur me bukë thatë, dhe nuk i keni parë. Lera ata që ikën me 90, në thënjeshit. Por ikën për ditë, nuk din ku të venë. Marrën para borë, hypën në avion, shkojnë në për Evropë, flenë në për stacionet e trenit. Flenë 5 veta mi i dhomë, se s'paguajnë do të qiran, djemë të rinj, që të vend të mbartohen, të shtohet Shqipëria. Pra, e njërë të dashur shqiptarë, qëllimi ime që dole sot, të kini kujdes. Sonte të kini shumë kujdes. Ju që kini dyqane të vegjë, që me zimbani familjen me bukë, rrini në për dyqane, ruani dyqanet. Ruani vetë, që këta kanë qëllim. Ne jemi gati shmëri, çdo gjë shikojmë. Po këta duan ta këthejnë sonte në rrëmuj. Po jo. Këta janë bashkuar, dashur bashkëdhetar me gazetarë, me analistat që flasën në për televizorët. A keni parë? Televizori Top Channel, në TV-ja, News, që është bërë problem, Klani, News 24, MSN-ja, TV, e ish kryeministrit, Meksit, A2, CNN, European Albania, European News. Pra dashur shqiptar, janë bërë të quajtur gjoja avokat dhe flasën. Nuk duhet të arrestohet zveç kryeministria me biliona dollar. Ju keni dëgjuar 300 hyrje, jo dashur shqiptar. Po sa hotele me mira në Bregdet do t'i keni ju. Miru pafshin të dashur bashkëdhetar në orën 6. Do të gjoni shumë gjëra në 6, pra rrini të qetë si shtash, rrini të qetë, mos dilni, mos mini punën e Berishës dhe të Edi Ramës. Ata janë të dy bashkë e pat vetë se qa bërë në parlament në Kuvendin dje.
Të gjithë janë bashkë, nuk kanë kuvend, të gjithë do vejnë në burg. Demonstratën do të bëjnë në burg. Pra, miru pafshim në orën 6 dashur shqiptar, edhe njëherë, rrini të qetë, mos dëgjoni Edi Ramën, mos dëgjoni Berishën se ka vajtur ku s'mban më. Grua e Edi Ramës është gati për të arrestuar. Gati për të arrestuar nga telefonet, nga me mira e me mira faqe, që nuk i mban dhe vagoni treni. Miru pafshim në orën 6 të dashur shqiptarët e mi, kudo që jeni. Shqiptarët e mi që jeni pa bukë në Shqipëri, veri dhe ju. Mos mirëni mend e dy partive që janë të eliminuar. Miru pafshim në orën 6.